filluar për shumë vjet. Hirësi. Sot jemi mbledhur për të festuar një nga festat e mëdha të Krishtërimit, fjetjen e të Shenjtës Mari. Dhe jemi mbledhur në këtë manastir i cili mban emrin e Shënvlashit dhe në një lloj forme Shënvlashi dhe Shën Maria gjenden bashk. Nëse i thot dikush do shkoj në Shënvlash, direkt mendja do t'i shkoj edhe tek festa e madhe e fjetjes Shën Marisë 15 gushtit. Është ndoshta një nga manastiret i cili bën dy panaire. Panairin e emrit dhe panairin e fjetjes së Shenjtës Mari. Ndonjëherë duket sikur ky manastir është themeluar mbi këtë festë, mbi festën e fjetjes së të Shenjtës Mari. Në këto ditë paraprirëse, pra 14 ditë, ne bëm paraklisin dhe në parakliset dëgjuam shpesher e përmbi shenjtë ylince shpëtona, të cilin e dëgjojmë edhe në çdo shërbes tjetër të kishës. Është kjo një lutje e cila ndërthur dy elemente. Një nevojë të brendshme të shpirtit të njeriut për të gjetur diçka që nuk e ka. Dhe në rasti konkret e shpëtimi. Por në të njëjtën kohë duke i drejtuar një personi i cili ndaj të cilit shpreh një lloj nderimi. Duke bashkuar këto dyja, pra lutja edhe nderimi, si për të Shenjtën Mari edhe për shenjtorët, na jep një element të jashtëzakonshëm. Nëse ne duhet të lutemi, gjë e parë duhet të krijojmë brenda nesh një nderim ndaj atij që po lutemi. Nëse mungon nderimi ndaj atij që po lutemi, do të thotë që procesi i lutjes që ne po bëjmë nuk është i plotë. Nëse ne do t'i hedhim pak lutjes, dyshimin brenda, atëherë lutja nuk do t'a japi rezultatin e vet, sepse ai dyshimi është një kundravendje ndaj nderimit. Kjo është gjëja e parë dhe thelbësore. Nëse ne do të lutemi tek të Shenjta Mari, apo dhe tek shenjtorët, duhet të kemi brenda nesh nderimin. E njëjta gjë funksionon dhe në marrëdhënie me Perëndin. Nëse ne nuk kemi një ndjenjë adhurimi tek Perëndia, atëherë lutja mbetet një kërkesë, por nuk merr dimensionin e plotë të asaj që quhet lutje. Ka dhe një gjë po aq të rëndësishme. Ne i lutemi të Shenjtës Mari, po ajo ishte njeri si ne. Kishte lindur dhe ajo si ne. Atëre, o i bie që ne besimtarët e krishterë ortodoks gabojmë, ose ka diçka që ti kësaj që ndoshta ne kemi të vështirë ta perceptojmë, por që të para tanë dinin si ta transmetonin. Dhe për ta kuptuar këtë do t'i referojmë fytyrës personit të Shenjtës Mari. E të Shenjta Mari erdhi në jetë duke të i kaluar ligjet e natyrës, prindrit e sollën një moshë shumë të madhe. E të Shenjta Mari solli në jetë një djalë te i ligjeve të natyrës, jo kundra ligjeve të natyrës, te i ligjeve të natyrës, që t'jemi dhe korrekt në terminologjin që përdorim. Dhe thot, më të nderuara se qeruvimet, e më të lavdëruar pa krahasim se serafimet, që pa u cënuar linde fjalë Perëndi. Ne themi që të Shenjta Mari ishte e vigjër dhe mbeti e vigjër edhe pas lindjes. Ky është një tejkalim i ligjit natyrës.
Pra, neve sot thirremi që t'i lutemi të një personi i cili brenda vetes ka përjetuar te kalimet e ligjit të natyrës në personin e saj. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Kjo është një thirrje edhe ndaj nesh për të kuptuar shpeshherë, a ka tek ne kapërcimet të ligjes së natyrës? Po, patjetër. Mrekullit në thelb janë te kalim të ligjeve të natyrës. Nëse ne besojmë se ekzistojnë mrekulli, dhe nëse ne besojmë se në jetën tonë ndodhin mrekulli, do të thotë që brenda nesh ka një kapërcim, një tejkalim të ligjeve të natyrës. Sa herë mendojmë këtë në jetën tonë të përditshme? Se dim. E pra, festa e sotme e të Shenjtës Mari edhe kalimi i saj, qofjetja dhe ngjitja lart në qiell është po një tejkalim të ligjeve të natyrës. Prandaj themi fjetje. Ne nuk themi vdekje. Sepse vdekja s'është as më shumë as më pak vendosja në dhe, po përdor një term popullor, dhe mbaron historia e njeriut. Aty mbaron historia e njeriut. Në krishtërim, vdekja, që i themi ne, apo largimi nga kjo jetë, nuk është vdekje. Ne nuk zhdukemi. Ne mbetemi në memorin e njerëzve, por mbi të gjitha shpirti jonë është në kërkim të Perëndisë të shpëtimit. Prandaj themi vdekje, fjetje, nuk themi vdekje. Edhe nëse ne besojmë që në jetën tonë do të kemi një kapërcim dhe do të arrijmë të shpëtojmë shpirtin tonë, është një tejkalim i ligjit natyrës. Për këtë na bën thirrje e të Shenjta Mari. Nuk na vjen thjesht të puthim ikonën e saj, as të këndojmë ca këngë të bukura, por të kuptojmë brenda nesh, apo e kapërcejmë ne, apo i tejkalojmë ne ato ligjet të cilat ne i ka vendosur natyra, apo funksionojmë brenda natyrës. Element tjetër i shumë i rëndësishëm të Shenjtës Mari është përunjësia. Shpeshherë përunjësinë e kemi marrë si një nënpërkëmbje. Ti je i përunjur, kemi pafundësisht epitete përçmuese ndaj atij që është i përulur. Në fakt, e të Shenjta Mari na tregoi që po, përunjësia është virtyt i njeriut i cili do të shpëtojë dhe do të plotësojë qenin e tij. Ju shfaq ose ardhja sa një jetë, mund të thoshte erdhi nga të tjerët, nuk erdhi me dëshirën e vetë. Edhe dërgimi në tempull në një moshë të vogël ishte dërguar nga prindrit. Në një lloj forme mund ta perceptojmë si një mënyrë të dhunshme, nëse do ta perceptojmë këtë. Po kur ju shfaq engjëlli i Zotit për t'i dhënë lajmin e lindjes së shpëtimtarit, po të lexojmë me kujdes shkrimin e shenjtë, do të kuptojmë aty brenda dialogun që ajo ndërton. Një dialog të themeluar në liri të plot. Shpeshherë ne njerëzit në jetën tonë të përditshme të kërkojmë lirinë. E të Shenjta Maria nuk kërkoi liri. Ajo e përjetoi lirinë. Në konceptin e krishterë nuk kërkohet liria. Liria përjetohet. Personat që kërkojnë liri mbeten gjithmonë pa liri. Nuk e gjejnë lirinë. Personat që e përjetojnë lirinë. Personat që e lënë shpirtin e tyre të zhvillohet e përjetojnë lirinë. Personat që e lënë mendjen e tyre të kërkojnë të vërtetën dhe ta gjejnë të vërtetën jetojnë në liri. Ne të krishterët jemi i thirrur të jetojmë në liri, jo të kërkojmë liri. Dhe sa më shumë njeriu kërkon lirinë, aq më shumë nuk e gjen lirinë. Por sa më shumë njeriu përjeton lirinë, aq më i plot gjendet brenda vetes vet. Në të rastin e të Shenjtës Mari kemi pikërisht këtë gjë. Përjetimi e plot të lirisë së saj. Dialogoi ajo.
me një lloj përullësie të jashtëzakonshme dialogoj me angjëllin. Si do ndodhi, tha, kjo tek unë? Dhe pastaj tha, u bef vullneti i Zotit. Është po ajo që brenda me një përullësi të jashtëzakonshme u përball me birin e saj, kur i thanë kanë ardhur nena dhe vëllezërit. Dhe Krishti tha, vëllezërit dhe familja ime, nena, vëllezërit dhe familja ime janë ata që bëjnë dëshirën time. Mendoj një nenë në kushtet e kësaj bote ti thoshte këtë fjalë biri vetë. Do acaroj, do grindej, do përplasej si më le, si më braktise. E të Shenjta Mari nuk beri këte. U bef vullneti jo. Kjo ishte përunjësi, por kjo ishte përjetim i fort i liris, sepse të jesh në liri do të thot të kuptosh ke përballë. Një nga elementet e forta të liris është të kuptosh ke përballë. Shpeshe ne e zhvillojmë jetën tonë brenda kësaj bote në robëri sepse nuk kemi në gjendje të kuptojmë ke kemi përballë. Nuk kemi në gjendje të kuptojmë kush është Perëndia, sepse shpeshe në formë të lëndshme ja marrim atributet Perëndis dhe ja çojmë vetes tonë. Shpeshe ne i përçmojmë njerëzit e tjerë që kemi përballë duke vendosur veten tonë në qendër. Në rastin e të Shenjtës Mari nuk ishte kjo. Prandaj vim dhe i themi, je me nderuar se qerovimet dhe me lavdëruar pa krahasim se serafimet. Dhe kështu e të Shenjta Mari na bëhet një udhë rrëfyese e jetës sonë. Është një shembull i jashtëzakonshëm, madje një dëshmitare e fortë, edhe kundroj jetë. Kur kundërshtuan përsëri Apostoll Thomai, i cili dyshoi, i dërgoi ripin mezit, të cilën në ato kohë e mbani gratë dhe ja dërgoi si dëshmi, për të treguar që unë si person jap gjithmonë dëshmi. E të Shenjta Mari na çon gjithmonë dëshmi, na jep dëshmi, jo të besimit të saj, jo të përkushtimit të saj, dëshmi për neve, që të fillojmë dhe të kuptojmë çdo të thotë, ta zhvillosh qenien brenda një bote të përshtjelluar, të parregullt, e negative, ndonjëherë kundra Perëndis, ndonjëherë dhe kundra vetes vet. E të Shenjta Mari vjen dhe na sjell dëshmi. Na sjell një dëshmi për të na thënë që unë jam këtu me ju. Për të na thënë gjithë secilit prej nesh, po, ku jeni ju, aty jam unë. Mjaftoni që të luteni, mjaftoni të besoni të vërteta dhe ta kërkoni me përgjithësi atë që doni. Unë jam aty. Dhe jam i sigurt që gjithë secili prej nesh po t'i bëj një pyetje vetes vet, a jemi drejtuar Shëmaris në lutje dhe a kemi marrë përgjigje nga jo? E sigurt është që po. E sigurt është që kemi marrë përgjigje. Sepse ka brenda jo thjesht sa karakteristika që i ka nenat, dhe mshurin, dashurin, përkushtimin. Shkon më tej se këto. Është personi i cili, nëse do të vendostim, si që vendostim kokën në prerin e nenës, gjithmonë do na, jo thjesht për këdhelte, por do të na ishte ndihmëse dhe përkrahëse në gjithë përpjekjen tonë shpirtërore. Kështu që, duke kujtuar sot këtë fjetje të të Shenjtës Mari, këtë ditë të bekuar, pra të sepse është kapërcimi dhe kalimin e qiell, nuk është thjesht fjetja, është kalimin e qiell i të Shenjtës Mari, është një dëshmitare atje në gjirin e birit të vet. Ashtu siç përjeton ajo lumturinë në
në krahët e birit të saj, ashtu thirremi edhe ne për të përjetuar pikërisht të njëjtën ndjesi. Se parajsa nuk është thjesht vend. Parajsa është marrëdhënie, është përjetim, është ndjenjë. Nëse ne do ta vendosim parajsën thjesht si vend, thjesht zbenim as më shumë as më pak, është ajo që ndodh rëndon, gjejmë një copë tokë. Ne nuk thirremi për këtë. Ne thirremi të ndjejmë dashurinë, të ndjejmë brenda besimin, të ndjejmë brenda shpresën, të ndjejmë plotësimin e qenies sonë. Ky është besimi i krishterë ortodoks. Këtë vjen të na thojnë, të na përcjellin dhe për këtë vjen të na thërresin e të shenjta Mari në këtë ditë të shenjtë të bekuar të saj. Ti lutemi gjithmonë të shenjtës Mari, e të ndërmjetoj tek biri i saj, Zoti Jesu Krisht, për shpëtimin ton. Amin.